Po familja e zotit Berisha, Saliani, si është në PD? Ka shumë diskutime, ka legjenda, ka të vërteta. Kam zgjedhur një... Është e pranishme ajo atje? Shikon, kam merr pjesë në vendimarrje? Kam zgjedhur që në këtë betejë, por edhe përgjithsisht në rrugtimin tim politik, të mos flas çfarë di dhe të mos përfshi, po themi, njerëz që në publik nuk janë, kështu që nuk i hy fare atij elementet, por pa diskutim nëse Sali Berisha do të vazhdojë me këtë, po themi, shpifsi të narrativës politike, patjetër do të përgjigjem me fakta. E keni parë që deri tani kanë publikuar vendimin e gjykatës britanike, ku qartësisht përcaktohet Sali Berisha si i lidhur me krimin dhe që e përdor krimin për influencë politike. Kanë përmendur dhe kanë nxjerr dosjen e GKK-s të Spakut për rastin e dosjet e Akshit ku është Gysa Ermal Beqiri, që ky nuk i përmendot e kështu me radhë. Pra unë do të përgjigjem me fakta, por tek elementet tjerë unë do të përqendrohem dhe do përqendrohem betejën publike tek ato që kanë të bëjnë me ndryshimin e mendësisë dhe jo me po themi me përdorjen e emrave të cilët në fund ditës nuk kanë zgjedhur të jenë publik. Një pyetje direkt. Çfarë synon Ervin Selani me këtë lëvizje? Të bëhet kryetar apo të largoj Berishën dhe mund bëhet dikush tjetër? Pra e dua të qartë këtë, se e kam hasur në shumë diskutime që nuk është i qartë, thon, pra nuk është i qartë në çfarë do. Po mirë, më shikoj. Si ambicie personale flas. Është që është një shprehje në Shqipëri që të gjithë, domethënë çdo gjë do gjej një bisht. Po patjetër. Po çfarë po e bëjmë këtë? Se këta duhet të jenë kushdo që e bën këtë, po tek më përballë këta janë të trash shumë. Po për çfarë bëjmë këtë lëvizje? Domethënë për çfarë marrun kosto, angazhim, përballje, përplasje? Se kjo, kur ajo dhe guximi është pjesë e ndërtimit të një personaliteti politik, të një leadershipi. Absolutisht. Si do të bësh? Po ku janë, domethënë do vi dikush tjetër, po si do vinë ata kur ata sot, kur Partia Demokratike kam shumë nevojë thonë vërtetën, cili do që mund mendoj, po rri aty si sklav. Saliu është sklav pronari, këta rrin si sklevrit. Cilët thot Sali Kolltuku për shembull jam ero, unë ero thon këta. Thot ai është bandit thon këta. Po domethënë çfarë vlerë ka se qytetari do që të shikojë tek politikani edhe pjesë e personalitetit vet, sa i fortë është në qendrim të kauzave, si i qëndron, si përballet, çfarë qëndrimi ka. Po nëse për një rrogë shitesh, çfarë do thotë pse kjo është quhet me një term tjetër rrugë që s'du ta përdor, po. Ja kam thënë dikujt një miku, po e them prap, njerëz të cilët kanë dalë në treg. Pa njeriu që del në treg, se nuk e kam në kuptim figurativ, se mos ka në një fyerje kështu se secili bën punën vetë bëj çfarë doj, po. Njerëz që dalin në treg si senda, nuk e pse investon as misi, as lodë ashtu. Kur të duhet, bëj ça lekë dhe shko blije. Po pavarësisht saj, pra Saliani është i qartë do të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Shikoj, unë po bëj një betejë për të çmontuar s'pari një mendsi. Absolutisht, është një mendsi 36 vjeçare. Bjem dakord me këtë. Dhe pa diskutim që unë betejën e bëj për të drejtuar Partinë Demokratike, se unë për funksionet tjera unë isha, nuk është se ndryshe nga çdo njeri apo çdo personalitet politik, jo vetëm këto kohë, por në përgjithësi që ikën nga partia kur nuk i japin një funksion. Unë isha drejtues politik, isha antar kryesie, pra unë nuk isha kisha po themi ofertë për të bërë numri 2, pra unë nuk kisha një problem, se kanë thënë edhe vetë në publik këtë. Unë nuk e kam problemin për të gjetur një pozicion vetë, kam problemin për të pasur një parti politike, jo, dhe kjo nuk bëhet pa pasur një njeri që e ka mundësinë ndryshe, ka projekte dhe platformë, siç e kam paraqitur, dhe që mund të bërë se e pati një pjesë të programit, e pati të mirë Berisha kur gënjeu orën e parë, kur ishte kundër Lulit, po ndërkohë i bëri të gjitha mbrapsht. Sa do t'i zgjedhë antarët si zgjedhës. Mbajti asgjë fare. Dhe kryesorë nuk u fituan zgjedhjes, mbi gjitha. Në këtë kuptim duhet një njeri i qëndrueshëm, dhe këtë po tregoj, qëndrueshmëri në betejë dhe nuk është kjo po hym për ta bërë, po për çfarë për bëjon këtë? Se cili është qëllimi? Qëllimi im është një dhe i vetëm, si Partia Demokratike të jetë fituese, si Partia Demokratike të jetë një parti e cila është alternativë reale për ndryshim dhe për cilë rotacionin, se kështu nuk ka asnjë shans siç po duket.
brenda grupit parlamentar, ke mbështetje Saliani, nuk dua me emra, po Po shka, unë kam komunikim si funksionon, unë kam komunikim të përhershëm, nuk di që të kem, po themi... Pra nuk e ndërper urat e komunikimit me Po në ura më kolegët. komunikoj si përditshëm, se ura shumë thuhet, dhe jemi në të njëjtin, po themi në njëjtën anë, s'ka nevojë as për urë. Po si ka mos ky konformimi i deputetëve, nuk i konformimi me zotin Berisha, edhe kur thot gjëra që qartazi nuk Po, qëndrojnë. sepse pastaj fillon logjika që janë të lidhur me Koza Nostrën, kanë pirë një kafe me Al Caponën, kishin këtë lidhje. Tani nëse kanë frikë me nga Ndragetën. fjala, Po tani çfarë të them unë di këtë gjë që nuk gjej një njeri, jo vetëm unë, po edhe me çfarë takoj miqe dhe demokratë kështu që në për tryeza, në për tavolina, në për kafenet, të mos thotë të njëjtat gjëra që them unë publik. Nuk kam gjetur në një deri më sot që thot të kundërta. ke frikë për veten tënde Saliani fizikisht? Kam parë disa lajme që të kanë bërë dhe thirrje kujdes sepse më herët ka patur probleme. Edhe kjo është, shiko, është ndërtuar një në mos është ndërtuar, është ngulit në fakt një perceptim që po themi kjo pjesa e politikës vjetër, përfaqësuar edhe nga Sali Berisha një ndërtap, edhe nga Edi Rama, po meqense jemi në këtë rastin këtu, të bëjnë dëm të gjitha, po themi, llojeve dhe përmasave. Dhe po, e kanë treguar që i bëjnë. Nuk mos them në një fjalë të pa dur, por nuk më ashtu fare mua. S'më bën përshtypje fare këta. Kam parë shumë si ky, e kam provu me atë tjetrin me burgosje, pra kam mbajtur shumë në po themi vite, dhe nuk më thonë asnjë gjë këto, në kuptimin që të më krijojnë në një ndjesi frike apo vazhdoj, dhe ja kam thënë që ndryshe nga cili do personazh tjetër që mund të ketë pasur aty përballë, mua as më shantazhon dot, as më kërcënon dot, dhe as nuk më ble dot. Dhe këtë ai e di, prandaj flet budalliqe. Se nuk e del dot me mua me këtë. Po ndërkohë Saliani, cili është plani jot i punës? Pra, çfarë synon ti nëse të përjashtuan, Nuk e di zyrtarisht ju lejohet ta bëjmë një gjë të tillë. Nuk kam asnjë. Çfarë do ndodhi? Si përjashtimi politik, përjashtimi politik ka një gjë, të ndodh përjashtimi dhe përjashtohesh vetëm me votën e qytetarëve. Ata të emërojnë, ata të përjashtojnë, po formalisht nuk ka asnjë akt përjashtimi. Është thjesht një po themi një narrativë e Berishës për të mos garuar. Unë kam arrit disa objektive deri tani. Sepse unë e di që kjo është një maraton, nuk është një garë 100 metrash. E dija që kur e nisa vështirësinë e kësaj, kam arrit që të po themi imponoj një gjuhë tjetër në Partinë Demokratike dhe për Partinë Demokratike. Kam arritur ta zhvesh, po themi, dhe ta çmitizoj këtë pjesën që jo, por nuk përballesh dot me Sali Berishën etj, që Sali Berisha gjithkohon ka kërkuar kandidat, po ta mbani mend 36 vite ka kërkuar kushtyn ngar. Është hera parë në 36 vite që Sali Berisha nuk pranon ngar, dhe këtë e bëra unë.